Qarë buke. Më thonë, është fantastike. Adin, që kjo buka, di që shka dalë, si kur je vetë në shpe që s'ki mësafir që dalin sanet e mira, se kur t'vinë mësafir, gjithë dishka dështon. Atë prishë dhe arron mi qitë krepa, di qka. Apo jo fokusojnë, se po du me do. Qa, ama. E gjëna me e do, pa e shiju. Qa, hajde Bedrilon. Qa. Pa, qarë buke. Para me mranë toklin. Ta që mirë ka dojnë edhe pse bjem tokë së nadhimet. Qarire, ha? Dhe që shpedia jam të zonon aty. Se nuk besojnë që është si pogaqa. Më thanë është shumë lete. Ua. Edhe dohet. Së në hanjeri ka është në zedë veç hajtë. E ta man pogaqa edhe shia. Po sinqerisht. Nuk po dallohet që është, për shkak të millit të bluar të misit. Për shkak të millit blume edhe soda bukës si ka ndiku. Fantastike. Shia është fantastike. Shko ti poshtë, pritna na pohojna me Li edhe pak tofe, se dhe se ta krymë emisioni kjo pak tofe. Te për e qeshme. Recetën edhe njëherë e keni në fillim të interviste, se gjeni në YouTube, në Facebook dhe Instagram e TikTok, po ashtu në faqet e Lenës me Lenën. Gjithkon Lena, një se ka terror shfaqet. Në TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ma pak jetu postu, po jetu postu. Gjithka, Lena i poston recetat, e të na, të familja ju, në keni këto recetat që i gatuim këto. Një super buk, e shpejt edhe shishme dhe shneshme. Kur t'ju vinë mësafir kështu si pa plan, i në rënë me një buk pogaqa dhe që do mazë. Apo me mas lopës, që s'fundi e kom postu një recet, një salat me krem djath, që kom pregadit me qumë shlopës, me ujë djathit edhe djath, po kosa dush. Ani bëna prej Dobriqës, pra. Kosa dush, plot graka që punojnë, më zvaj gare. Atër mos harroni që jam ndrojmë edhe kërkesa. Zdo kërkes që e keni edhe bukën e bëjnë të shëndetshme. Edhe ushqimet, qka du që ju përshtate, kuzhinën e kemi. Po më të më thonë, ona, prit ditë kryet gjërimit tani hanë. Son pres.